figura tashmë jo të konsumume, po të dalën a bojet, I themi ne në dialektin geg, nuk besoj se I shkon. Ndoshta përplitje për të shty ditë po, por sa do jecin kjo, edhe kjo han diskutim dhe diskutim gjatë. Unë mendoj që Sali Berisha kishte kohë që po e përdorte subjektin si pronë private, veprimet e fundit edhe për ato që kishin hije dyshimit tregojnë që tashmë ai e ka kthy subjektin pronë private. Unë njej dhimbje, sepse në fundit dum apo s'dum na, ai subjekt deri para një dekade është personifiku me emrin e Sali Beris. Ndoshta duke qenë një nga themeltarët e saj, ka vënosë edhe me e varroz vet. Unë sot I mushun me duf, para pak orësh, kam boj status në Facebook, në rrjetin tim social, ku e ceki pak a shumë këtë temë. Problemi nuk është I moshës në 35 vjeç. Le që edhe kjo prap han diskutim me fjalë, sepse figurat qendrore janë pa ato që kanë kënë, edhe pastaj ka vënd poshtë sa numëror topit për me ul mesatarin me mos, edhe duke ecë tek ato, duke ecë logjikës për ato 35 vjeçarët. Kur Sali Berisha rimori partinë pas luftave të brendshme që I pat, foli për meritokraci, foli për njohje sakrificash, I sër gjana tjera që I bani për vete rishtas demokrat. Ndërkohë, realiteti ishte krejt tjetër. Dalim të zgjedhjet për me mlell, për mos me zgjat shumë diskutimin, mos me bë tërkus, dalim të zgjedhjet e fundit. Shumë nga zgjedhunit e Sali Beris janë fëmijë plankpris, edhe kjo nuk është hera e parë. Doktor Berisha I ka qetë këto me I fjalë, këto njerëzit që dikur I kanë dalë kundër, edhe kanë s'kan lënë fjalë pa fol për të, kur I ka riafru, I ka pas ushtar të më të binun. Mirë po, doktori për vete mund t'i ketë ushtar të binun, por njerëz karakterialisht dopt, njerëz me 17 palë fytyra, ti je I sigurt që nuk kanë me bëj subjekt me shku kurrë përpara, me fjalë. Ai subjekt është I destinum me shku nga katastrofa në katastrofë, edhe këtë jam I sigurt që do e shohim shumë shpejt. Ato njerëz që kanë dalë, ose ato njerëz që mushën fillimisht sheshin, pa u cek më vonë, pa u trazu më vonë nga politika, kishin drejtën me kërku të lodhur nga leadershipi politik I 3 dekadave të fundit, kishin drejtën me fol, me thrit, me vikat, me bërtit, me ulurit, çat donin. Më pas protesta, unë menoj që unë jo për të fajit të atyne që e fillune, jo sepse kauza e fillimit humi vlerë, por unë sepse pikërisht sepse futi hund politika e mbrapsht. Edhe t'imagjinosh me fjalë që në një protest, një protest masive, 6 thirrjet, Rama në burg, Berisha në burg, edhe Berisha të dali edhe të thotë që ne e përkrahim masivisht protestën, njerëzit tanë janë më shumë se gjysma e njerëzve që janë protest, kjo ban nonsens në vetvete, me fjalë. Nuk është e pa kuptim, me fjalë, të kërkojnë burgosjen e leadershipit një subjekti politik, edhe leadershipi i subjektit politik njësohet me protestën,
ose të dojë të marrë spaletat e protestës. Kjo është qesharake, po spari jo për replik, po mjej për dëshirë temen korrigjimin, ma lejoj ta bëj korrigjimin, ka ildtar që mund t'jenë nikeq. Nuk ka demokrat që t'jetë nikeq. Për këtë ta siguroj unë me shpirt pastër. Demokrat që t'jetë nikeq nuk ka. Ildtar ka. Çdo lider i ka ildtarët e vet, na e dim, i ka ildtarët e vet, i ka ata që i bajnë bejnë kry ti, na vim edhe nga i sistem totalitar, reminiscencat e kalumes i vujmë, kulti individit e vujmë akoma, me fjalë janë ildtarët ata që mund t'jetë nikeq. Demokrat që është nikeq nuk ka. E për ma tepër, demokrat edhe ildtar tashmë bashkarisht që t'jetë nikeq, mas zhvillimit të fundit në PD, besoj që nuk ka. Unë do doja që të kjo që i thu. Por këto nga cilët ne presim që të kthejnë në sallën apo të kthejnë faqen, janë po të njëjtë që e kishin kthy edhe shkune kok ulën hang në atë qorb cilën kishin vjell. Tash si mund të presun me fjalë që njerëz të tillë të rikthehen prap me bakër e narin. Janë po të njëjtë me fjalë, janë të njëjtë njerëz me fjalë. Ndërkohë që disa herë kam theksu, unë edhe nga edukimi familjar, edhe nga karakteri jem, nuk kam shoh ndonjëherë, nuk kam anatemu ndonjëherë doktorin për vetë faktin sepse ti je i ri. Unë kam galu adoleshencën në frymën e tij. Edhe kam thënë me fjalë që patologjikisht dashnia për të do mesin tek shpirti jem. Edhe nesër më kërkuaj privatisht me shku me ballë i gjam për të edhe mund ta bëj. Por politikisht e kam thënë, e tham tash më tham edhe më fort se kurrë që i ka kalu koha. Ndërkohë janë njerëz që tashmë kanë marrë pozicione në atë kryesi që mos qoftë të PD-s, edhe nga dje që unë mund për ilustrim të bisedës tonë mund nisi me qindra statuset tyne, kur nuk leshin vrerë pa vjellë për Sali Berishën, sot e fillojnë me tokë fjalçin, falenderus doktor Sali Berish që propozoi emrin tem. Ore vlla, ore karakter munguar, a je i njëjti apo je masa morë që merr formën e ens ku të fusin? Po kjo është me qesh me veten mos paku me qesh me veten. Këto janë njerëz po me karakter deformum, edhe me till njerëz që lëpin sot shkon për shtytje, pretendon Partia Demokratike, edhe leadershipi thot është kryesia më e jashtëzakonshme që kena pas ndonjëherë, pretendon me ardhmë pushtet. Po kjo është qesharake, me vjen mos paku qesharake për mos thënë lig. Mos paku qesharake për mos thënë lig, se po e ritheksoj me fjalë duke si loj fjalësh, por po e theksoj për me dal thelbi. Të tham i dhimbshëm është pak. Me fjalë imagjinoshi PD-ja ngrej një këshill kombëtar, ngrej një kryesi, ku unë nuk gjykoj ose nuk jam pinjoll komunizmi që të tham fajet e baps duhet t'i lajnë fëmija. Kam tjetër mentalitet, kam mentalitet konservator, edhe prit e Zot mendoj që i fajet e baps duhet t'i laj biri. Edhe do t'isha dakord po e zam që në një pushtet të mundshëm PD-s, djali Fari Balliut të ishte shefi jem në ekzekutiv. Pse? Duke i pas lidhet me pushtetin enverist,
mund të ketë keni zoti ai që t'i jep të birit shkollë më të mirë se sa kanë marrë fëmijët e përzekutumve. Edhe normalisht, duke çmu që nën punësi spari duhet ketë shkollë, duhet jeti përgatitun, do ta pranoja, nëse prap me dhimbje, do ta pranoja që në ekzekutiv djali Fari Balliut të ishte shefi jemi. Po t'i tham djalit Fari Balliut që deri dje ka bë poezi për Gjaxhin Ramiz e për Gjaxhin Enver, t'i tham shef në subjektin politik ku unë aderoj të 35 vjet e ku kam la me gjak rrugë të Shkodrës e rrugë të atij subjekt, kjo besoj që është të mërshme me fjalë për çdo njeri që ka mendim konservator dhe ka shpirt demokrati merr nga vetes. Gjithsesi, unë tham shpesh me fjalën si njeri i lirë jam vetëm i zonë që vërtet në shkërtin të vërtetat e veta edhe nuk pretendoj të kem monopolin e të vërtetës. Por besoj që edhe në bashkëbisedim, edhe ti që ndëgjon, besoj që e ndjen që nuk kanë pak realitet mbrën këto që unë tham. Do kishte vlerë që ato që mund kisha me i thonë Berisht, ja thosha para këtyne zgjedhjeve. Me u drejtu Berisht tashmë me punë të kryme, sikur nuk ka dhe vlerë me fjalë, i bjen që po tallna me vetveten, edhe nuk po synojmë që me rrit diçka në realitet. Ashtë bë domi tashmë me fjalë, domi tashmë u bë, inshallah i del për qarë atyne kryesik lëk dhe trinj, inshallah i del për marë për veten, atyne që menen e kanë të karriga të Kolltuku, të ai mandatit deputetit, inshallah i del për marë atyne, magare se tjertë u pa punë atyne.